Në të njëjtën kohë, është marrë në pyetje edhe kryespektori zoti Ervin Memi, i cili ka qenë i detyruar të tregojë proces verbalin, i cilin e kishin filmuar dy kamerat, kamerat e sigurisë. Pretendonte që e ka mbajtur në çantë. Ai proces verbal ishte i pa protokolluar, pra shkelje të ligjit plot, zoti Ervin Memi mbante proces verbalin për disa ditë, konkretisht 8 deri 23 ditë, ka qenë i pa protokolluar, ka kryer veprime pa proces verbalin tim, dhe ky proces verbal u sekustrua nga gjykata e shkallës parë, por siç tregohet edhe në kamerat e sigurisë, materialet dytë si ti, janë zhdukur 3 fatura ekonomike origjinale, mbyllje kase fiskale, të cilat janë të domosdoshme për justifikimin e punës time, por gjithashtu japin edhe një informacion sakt, akoma më të sakt për autorët e ngjarjes, shkakun pse janë kryer këto mbyllje të pjesme të kasës fiskale. Pra duhet ta kishte shumë qartë. Ky proces verbal që kam lëshuar unë u sekustrua nga gjykata. Origjinali tashmë ndodhet në gjykatë, në dosje, por akoma nuk është i plotësuar sipas ligjit. Proces verbali vërtetohet shumë qartë që ka qenë në kohën kur ka ndodhur ngjarja, pra nuk ka ndonjë manipulim nga ana ime. Ajo çka bie ndesh sërish është materialet pamjet filmike. Pra ajo çka unë kam deklaruar është e fshirë dhe siç është vërtetuar qartë tashmë, tek këto pamje filmike kemi 6 ndërhyrje me një kohë rreth 1 orë e gjysmë mangut, saktësisht akoma nuk është vlerësuar nga eksperti. Në rrethana të tilla, gjatë shërtimit gjyqësor kërkuam një ekspert i cili të krynte veprime. Objekti kryesor ishte rikuperimi i pamjeve filmike, por gjithashtu dhe plotësimi me dokumentacionin e nevojshëm ligjor, i cili vërtetonte plotësisht manipulimet e kryera nga specialisti i IT-s Bruno Koçi. Kërkesa u krye gjatë shërtimit gjyqësor, e firmosur dhe nga avokati im, zoti Arben Gramu, po kështu dhe nga avokati dytë. Pra kemi qenë 3 njerëz, të cilët kemi kërkuar kryen caktimin e ekspertit dhe kryen e ekspertizës me objekt qartë rikuperimin e pamjeve filmike të fshira. Ky ishte një kërkesë ligjore, plotësisht e zbatueshme, por që çuditërisht na u mohua, nuk na dha e drejta nga gjyqtari i shkallës parë, zoti Petri Çomo. Nuk dha asnjë argument pse, dhe ishte thelbi për të marrë një zgjidhje ligjore për këtë problematikë, e cila ishte tepër serioze dhe në vendimmarrje të gjyqtarit. E pa shpjegueshme, sepse zoti Petri Çomo, gjyqtari i shkallës parë që shërtoi çështjen, nuk veproi.